teje të nxehta, le të themi, ku përballë po përmendim dy partitë më kryesore, ato opozitare, Partia Demokratike dhe atë që është në pushtet, Partia Socialiste. Të drejtën e votës e kanë 3.7 milion shqiptar, ndërkohë që 114.000 votuese kanë të drejtën e votës për herë të parë. Dua të theksoj se në Tiranë është gara më e madhe ku po votohet edhe po zgjidhet për Parlamentin e ri të Shqipërisë, zgjedhje këto të rëndësishme që zhvillohen një herë në 4 vite. Sa i përket shkollës ku gjendem unë, pra qendrës së votimit ku gjendem unë, ku ka nisur edhe bëritje qytetarëve të parë për të hedhur votën në këtë zgjedhje parlamentare, nuk raportohet për një incident deri në këto momente, teksa dita është e gjatë pasi vetëm në orën 19:00 pritet të përfundoj edhe procesi i votimit në këtë zgjedhje parlamentare të 11 majit 2025. Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve parlamentare, lista zgjedhore përfshin dy kategori. Përfshim këtu zgjedhësit vendas, pra qytetarët të cilët jetojnë në Republikën e Shqipërisë, por risi këtë vit janë edhe shqiptarët e diasporës, pra do të jenë edhe ata të cilët me votë do të zgjedhin deputetët e ardhshëm, por jo vetëm, edhe kryeministrin e vendit në këtë zgjedhje parlamentare të 11 majit, një votë e rëndësishme e diasporës e lakmuar nga ana e partive politike në vend, të cilët me drejtuesit e tyre për diasporën kanë zhvilluar takime të intensishme gjatë 30 ditëve fushat në diasporë, pikërisht në ato vende ku shtrihen edhe të gjithë shqiptarët të cilët janë larguar nga vendi për një jetë të mirë, por që në këtë zgjedhje parlamentare vota e tyre është e rëndësishme për të vendosur kështu edhe deputetët e ardhshëm, por jo vetëm, edhe kryeministrin e vendit. Diaspora që u regjistrua për të votuar përmes postës është regjistruar në KQZ ndaj 245.935 persona që u pranuan nga komisioni nuk e kanë emrin në listën e zgjedhësve në Shqipëri. Gjithë të tjerë që janë refuzuar nga KQZ apo që nuk kanë aplikuar fare mund të kthehen atëdhe dhe lirshëm mund të votojnë pranë qendrave të votimit, aty ku e kanë edhe emrin pranë bashkive përkatëse, pranë njësive administrative përkatëse, ndërkohë që 1081 personave ju është hequr e drejta e votës për shkak edhe të dekriminalizimit që nuk lejojnë të votojnë persona që kanë kryer një sër krime të rënda. Në fletën e votimit shqiptarët do të kenë 11 subjekte politike ku 3 janë koalicione dhe 9 janë parti që garojnë të vetme. Dua të theksoj që Partia Socialiste në këtë zgjedhje parlamentare është përballë Partisë Demokratike që 12 vjet ka ndenjur në opozicion, ndërkohë që është rikthyer fuqishëm edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili pas le të themi dështimeve brenda partive apo vendosjes së ish kryetarit Lulzim Basha ka marrë vetimonin në dorë të opozitës për të garuar ballë për ballë me kryetarin e Partisë Socialiste, kryesocialistin Edi Rama në këto zgjedhje të nxehta të 11 majit, zgjedhje parlamentare për të vendosur kështu fatin e shqiptarëve dhe Shqipërisë për 4 vitet e ardhshme. Secili subjekt zgjedhor ka në garë 186 emra të shpërndar sipas qarqeve, pra sipas 12 qarqeve. 2046 persona janë kandidat për parlamentin e ardhshëm për të zënë 140 karrige në kuvendin e Republikës së Shqipërisë për të vendosur kështu të ardhmen e shqiptarëve, por jo vetëm, edhe të Shqipërisë. Ndërkohë, kësaj radhe në asnjë qark të vendit nuk konkuron asnjë kandidat i pavarur, pra të gjithë kanë një subjekt politik. Në mbar vendin janë ngritur 5225 qendra votimi. Procesi ka nisur që në orën 7 të mëngjesit, ku shqiptarët janë drejtuar dal nga dal të gjithë qendrave të votimit për të hedhur votën dhe për të vendosur për 4 vitet e ardhshme, ndërkohë që ky proces i votimit pritet të mbyllet në orën 19:00, ku pas kësaj ore do të mundet të votojnë vetëm ata që janë në radhë pranë qendrës së votimit. Gjithashtu janë
në Tiranë janë në Vorë dhe në Njësinë 10 janë ngritur votimi përmes postës elektronike, pra një risi kjo edhe në këto zgjedhje, ndërkohë që dua të theksoj që në 7 qendra votimi nuk është bërë mundur kontraktimi operatorëve për marrëvajtjen e pajisjes gjatë procesit të votimit. Një qendër votimi është në Njësinë administrative Pul të Bashkisë Shkodër, 4 qendra votimi janë në Bashkinë Dropull, një qendër votimi është në Bashkinë Libohov, një qendër votimi është në Bashkinë Konispol, njësia administrative Xar. Në mbar vendin janë 5225 qendra votimi, në njësinë 10 në Tiranë dhe në Bashkirë Vorë do të votohet elektronisht, të gjithë të tjerë do të votojnë tradicionalisht, pra siç është votuar deri në këto vite pas ardhjes së pluralizmit dhe rënjes së komunizmit. Pra duhet theksoj që gjatë këtyre zgjedhjeve do të votohet me fletë votimi tradicionalisht dhe vetëm në Vorë dhe në njësinë 10 do të votohet në mënyrë elektronike. Numërimi i votave do të bëhet në qendrat e qarqeve pasi të jenë mbledhur të gjitha kutitë e zonës ku do të numërohen zazët përkatëse. Votat e diasporës do të numërohen nga komisionerët e partive në Tiranë, paralele me numërimin e votave në mbar Shqipërinë. Ndërkohë, sa i përket në mënyrë të përmbledhur, të dhënat e votuesve janë 3.7 milion votues në listat brenda vendit, 245.935 votues janë nga diaspora, pra shqiptarët të cilët jetojnë jashtë vendit, por që kanë një të drejtë dhe një proces të rëndësishëm në këto zgjedhje parlamentare të 11 majit, 114 votues për herë të parë, 1081 zgjedhësve do ju ndalohet që të votojnë, 11 parti janë në koalicione në fletë votimi, 2026 kandidat në garë për deputet, 186 kandidat nga secili subjekt zgjedhor. Dua të theksoj që partitë politike në vend për 30 ditë fushat elektorale kanë ndezur motorët ku kanë takuar të gjithë qytetarët shqiptar në të 12 qarqe të vendit, në të gjitha bashkitë e vendit për të shpalosur programin e tyre elektoral sa i përket besimit të tyre, pra besimit të qytetarëve shqiptar në këto zgjedhje parlamentare të 11 majit. Kemi nga njëra anë Partinë Socialiste, e cila si mundësi apo si premtim ka pasaportën europiane, pra ka qenë ky fokusi i kryeministrit Rama, kryesocialistit njëherësh, i cili përmes pasaportës europiane ju ka bërë thirrje qytetarëve shqiptar që dhe njëherë të votojnë për Partinë Socialiste në këto zgjedhje parlamentare të 11 maj 2025 në mënyrë që të udhëheqë vendin për 4 vite të ardhshme, ndërkohë që kemi kundërshtarin e kryeministrit Edi Rama, njëherësh kryesocialistit, pra profesor Dr. Sali Berisha, i cili është rikthyer fuqishëm në Partinë Demokratike, në opozitë dhe ka marrë timonin në dorë të Partisë Blu, ku përmes programit elektoral ju ka bërë dhe një herë thirrje qytetarëve shqiptar që të votojnë Partinë Demokratike për të rrëzuar kështu sistemin e kryeministrit Edi Rama, dhe kjo përmes disa fushave ku është fokusuar vetë Partia Demokratike për të mbyrë kështu edhe votën e qytetarëve shqiptar, për të marrë votën e qytetarëve shqiptar në këto zgjedhje parlamentare. Fokusi kryesor i demokratit Sali Berisha ka qenë në fusha të ndryshme. Theksojmë këtu edhe tek Made in Albania, por jo vetëm, edhe rikthimin e familjes bazë, pra sipas kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, kryeministri Edi Rama në 12 vite qeverisje ka shkatëruar familjen, duke bërë kështu thirrje që qytetarët shqiptar të votojnë për Partinë Demokratike në mënyrë që Shqipëria t'i rikthehet edhe një herë bazës familjare, teksa dua të theksoj që kësaj here kryestrategu Krislia Sivita ka qenë në mbështetje dhe në krah të kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha për gjatë gjithë 30 ditëve fushat elektorale për të marrë kështu, për të fituar zemra dhe besimin e qytetarëve për të udhëhequr vendin në 4 vite të ardhshme.